Ndëruar shok me që tasha mirë, ndëruar i Zoti Adrati Klapi, ndëruar i Zoti Albin Kurti, Zoti Lumirat Degjigu, Zoti Ramush Haradinaj, Fatmi Limaj, ndëruar i Zoti Edi Rama, Zoti Zali Berisha, të ndëruar bashkëdhëtar kudo që dëgjoni zërin tim. Unë jam këtu në spitalin e Krefeldit, Helios, që një mujdet po ballafaqohem me smundjen e kancerit. Uroj që dhembjet e mia që i kam përjetu, asa miq dhe kundërshtarët e mi mos t'i përjetojmë, i lutëm Zotit, jo fal gabimet, që ta gjenë forcën e faljes dhe me kuptimit, pajtimit dhe bashkëpunimit. Pajtimit dhe bashkimi kombëtar ka qenë pjesë e jetës time, ëndrrës time, vullnetit tim, vizionit tim, i cili më ka kushtu shumë deri në vdekje. Uroj që ta gjeni forcën të mirë kuptani. Uroj që data 21 tetorit marrëshohet, kudo që të mundi mu organizu. Të solidarizoni me gjithë mitë e vëra, me viktimat të përdhunume, kudo në botë. Hirja jonë është thuaj në zemër dhe shpirt, stop hidhrimit, stop hakmarrjes, stop krimit, stop dhunës, stop vrasje, lufta me qytetarë kudo në botë, dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri. Uroj që në çdo vend të botës të marrëshohet me këtë slogan, të ndizën në ora 21, të ndizën telefonat në kujtim të gjithë atyre shpirtat që kanë dhënë jetën për tharmën e vendit tonë. Uroj që mos ketë vrasje, lufta, askund, që ta gjejmë forcën që të keqen me mirësi ta ndryshojmë, pastrojmë apo luftojmë vjetër me të rejnë, të zaventësojmë ligje të reja, të aprovojmë që garantojnë barazi, harmoni, dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri. Urojmë që pastaj do të shtunë në ora 21 aktivitete kudo në botë organizohen me gjitha shoqatat kulturore, ekologjike, humanitare, dhe për këtë na vyn ndihma kryeministit të Kosovës, kryeministit të Shqipërisë, artistëve, sportistëve, këngëtarëve, që zëri arsyes pozitive nga vendi jonë të fillon. Dojmë t'i lutëm Zotit që mendjen e mirë na çon, na zhëron, keq mos mendojmë, mos flasim, mos vojmë para askënd, po ta gjejmë forcën, t'ia shtrim dorën në pajtimin njëri tjetrin dhe ta ndihmojmë. Urojmë që me 21 dhjetor të matë ku vendi i pajtimit kombëtar në bibliotekën kombëtare, që t'ia shtrim dorën në pajtimit njëri tjetrit. Betimi është betohen me zemër dhe shpirt, që keq nuk do të menoj, nuk do të flas, as nuk do të bëj të keqen, me mirësi do ta ndryshoj, pastroj apo luftojmë të vjetrin me të rejnë, do ta zaventësojmë që paqja dhe mirësia në trupin tonë dhe kudo në botë ndaj. Uroj që Zoti na i fal gabimet dhe të na çon forcën të na shëron, që të mundemi të mirën ta promovojmë, ta organizojmë, që t'i ftojmë edhe shoqatat kulturore, ekologjike, humanitare nga gjithë bota, këtij misioni të bashkohet edhe njerëz më të fuqishëm të botës, edhe vendet e Genizeqit që në provall apo te mali Robert po qendra park kulturore për shërim në artin e mendimit pozitiv, ku do të nderohen gjitha religionet, do të trajtohen, do të bëhen falëdore për gjitha llojet e besimeve, që njerëz nga gjithë bota t'i nderojmë dhe t'i bëjmë lutje që të keqen e mirësi ta ndryshojmë.
Uroj që fati, shëndetje dhe gjithçka e mirë t'ju përcjell në jetë. Urojmë që shoqata roja e kohës të bëhet roja e kombit, që të organizohet çdo komunë një herë në javë, dialogën bashkëkohor të organizojnë me kryetarët të komunave, me deputet, që të mësohen me dhënë llogaridhënie, po mas pari të mësohen njerëzit me vete, me punu veti me dhënë llogaridhënie, që të zemrën dhe shpirtin dhe pasurinë me pastru, me dhënë mundësi për të mirën e njerëzimit me dediku, nuk do të ketë buxha, nuk ka dënime, se Zoti mirësisë të na s'kan me dënu, as me shah, as me poshtru, por vëdësim, ndërgjegjësim, motivim, frymëzim, inspirim shpirtëror, që ta dojmë njëri tjetrin, ta falemi dhe ta ndihmojmë të keqen me mirësi, ta ndryshojmë edhe armiqt edhe kundërshtar me fjalë të urta dhe fundeshme, të nderojmë dhe të bëjmë thirrje nga vendi jonë, që zëri i arsyes pozitive kudo në botë dëgjohet, që ekonomia botërore me energji pozitive, fundeshme, kudo të organizohet, që të vjetër me të rejnë ta zaventësojmë, ligje të reja të aprovojmë, që garantojmë barazi, harmoni, edhe në trupin e njeriut, edhe në shoqëri, që njerëzit mos të kenë arsye njëri tjetrin ta urrejnë, dhe kjo është një mision cili pret sfida shekullit 21, edhe uroj që ju ta gjeni forcën, na përkrahni pra me 21 tetor, në ora 21, kudo në botë, kudo që kemi mundësi më organizu, me marshu, pra me sloganin, thuaj me zemër dhe shpirt, stop i dhërimit, hakmarrjes, dhunës, krimit, lufta me qytetarëve kudo në botë, dashuri, paqe dhe mirësi për çdo njeri, që mirësia nga vendi jonë të fillon, që themali i robit të bëhet edhe shitetoria e mirësisë, të bëhet qendra e mirësisë, që bota net na viziton, edhe krejt ekonomia botërore me bioturizëm të organizohet, që mos mbetet njeri pa tarna të garantuar, pa sigurim shëndetësor, pa sigurim social, pa tarna të garantuar që me mbujt jetë normal, me jetu njëri tjetrit me dhënë dhe me marrë. Ju falenderoj dhe me kuptim, ju presim në bashkëpunim.